Të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga zona e Bendës. Kam udhëtuar rreth 20 minuta nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, për të ardhur mbas maleve të Dajtit dhe pikërisht këtu në zemër të zonës së Bendës, zonë që ndodhet mas vargmalit Krujt Dajt. Më në veri, zona e Bendës kufizohet me Kurbinin, në lindje me zonën e Matit, ndërsa në jug me Shëngjergjin ose e thënë ndryshe me Tomadhen. Në nderon me pjesëmarrjen e tij në emisionin Gjurmës zoti Azem Nela, i cili është një banor me origjinë nga zona e Bendës dhe pikërisht nga zona e Selitës. Na ndiqni për më shumë në emisionin Gjurmë. Zoti Azem, faleminderit që pranoi ftesën time, ftesën e emisionit Gjurmët për të bërë një emision, të realizojmë një emision për zonën e Bendës. Aktualisht, me sa më thatë pak më parë, ndodhemi në zemër të zonës së Bendës, një zonë që ndodhes pas krave të malit të Dajtit, apo jo? Ku ndodhemi aktualisht, zoti Azem? Aktualisht ndodhemi në fshatin Shupal Kodër dhe është zemra e Bendës. Poshtë kemi vendin që quhet ku bëheshin kuvendet e Bendës, Katrije. Pra, përballë nesh poshtë në zonën më të ulët. Katrije afër Zallbastarit, ku merret Zallbastari, quhet Katrije. Domethënë 4 ije ku sepse ishte afërsisht në qendër të krahinës së Bendës. Zoti Azem, zona e Bendës me sa shoh gjeografikisht ndodhet e rrethuar me maja malesh, apo jo? Mund të bëjmë një shpjegim gjeografik? Atëherë, krahina e Bendës, malësia e Tiranës ka 2 krahina etnografike të njohura, që është krahina e Bendës dhe krahina e Tomadhes, ku përfshim qendra Shëngjergji. Ndërsa qendra e zonës së Bendës ku ndodhet? Zallbastari, qendra e kësaj zone. Kjo zonë përfshin 13 fshatra, nga të cilat 10 janë i merr Tirana dhe 3 i merr Bashkia e Krujës. Kur e ka zanafillën e emri Bend, zoti Azem? Benda në vitin 1000 në shkallën e Tujanit, është zbuluar varri familjar i Mihajl Skurës që daton vitin 1201. Është varri. Benda përmendet edhe para këtij, edhe para kësaj date. Pra, Mihajl Skura ishte një zot i këtyre pronave këtu. Ishte me titullin Sevast, asaj kohë, që në gjuhën shqipe i korespondon si kryetar krahinor. Krahinor, i kësaj krahine. I kësaj krahine dhe edhe merrte edhe disa fshatra të Tiranës së Krujë. Unë do të thoja, do të bëja një përshkrim të shkurtër gjeografik të Bendës. Benda nga pjesa veriore kufizohet me Kurbinin. Nga pjesa jugore kufizohet me Tomadhen, që është Shëngjergji. Në lindje ka lindje përballë nesh. Janë mbas maleve, sepse është rrethuar nga male, është zona e Matit. Kurse mbrapa malit të Dajtit dhe malit të Bjeshit, edhe vargmale Krujt Dajt që janë këta, është komunat përkatësisht të Zallherrit
edhe komuna Dajt. Konkretisht pas teja Zem është mali i Bjeshit, apo jo? Po. Pak më majtas është shkalla Tujanit dhe mali i Dajtit. Kjo ka qenë që në antikitet ka qenë pjesë lidhse, po thuash e gjithë zonave të Veriut me Shqipërinë e mesme, ku ishte kryesore rrugë e Arbërit, siç njihet, dhe këtej kalonte për të shkuar që nga Durrësi e deri në Dibër, rrugë e Arbërit. Po. Është që sot, domethënë pak a shumë edhe itinerari i rrugës sotme është i të njëjtës rrugë të vjetër antike. Po, Azem. Tani ka marrë dhe emër rrugë e Arbërit. Falenderoj për këto shpjegimet para. A mund na thoni diçka për origjinën e fjalës bend, pra krajina, zona e bendës? Tash simbas shumë varianteve, fjala bend në kuptimin etimologjik paktën ka shumë variante, po unë vlerësoj tre variante të emërtimit. Po. E para është që kjo zonë ka përdorur fjalën e nënkuptuar, që i thon bende. Dhe populli i thot mos më fol me bende, më ka rraf me bende, domthon me fjalën e nënkuptuar. E dyta është që këtu ka qenë një prift katolik me shumë famë që e kishte emrin Bendi dhe mendoha se dhe për nder ti ashtu si që kanë morë emër për shembull nipi i tij ishte Pali, ku kemi fshatin poshtë që quhet Shëmpal. Po. Më tutje është fshati Shëngjin. Domethënë ka qenë si traditë që emrat do të thonë që për nder të këtij prifti mori dhe emrin zona Bend. Dhe një variant tjetër është që Bend, sipas fjalorit etimologjik, do të thotë tokë mbrapa mal. Bendën. Azem, për të vlerësuar për zonën e Bendës janë dhe disa shpella shumë të famshme, të njohura? Po është mali ka rreth 12 shpella, po ajo shpella që është më e famshme është shpella e mirë, për të cilën them të flasim kur do shkojmë te shpella e mirë. Ndodhet në malin e Bjeshit? Malin e Bjeshit. Ka rreth 12 shpella. Mund të shkojmë së bashku atje? Po. Atëherë shkojmë. Po. Të nderuar teleshikues, pasi kemi përshkruar një rrugë nga kryeqyteti i Shqipërisë Tirana nëpërmjet shkallës së Tujanit, kemi bërë një ndalesë në Kodër Shupal, ku kemi zhvilluar një intervistë të shkurtër me zotin Azem Nela, i cili po na shoqëron për të bërë këtë emision në zonën e Bendës. Tani nga fshati Besh Livadh, po nisemi për në shpellën e mirë, e cila ndodhet në lartësi të malit të Bjeshit. Këtu ndodhemi në 600 metër mbi nivelin e detit. Rruga për në shpellën e mirë zgjat rreth 40 minuta në këmbë. Na shoqërojnë dhe disa banorë të zonës në rrugtimin ton për në shpellën e mirë në malin e Bjeshit. Na ndiqni për më shumë në emisionin Gjurmët. Të nderuar teleshikues, kemi rreth 30 minuta që jemi nisur nga fshati Besh Livadh me destinacion Shpellën e Mirë. Po bëjmë një pushim të shkurtër, pas nesh ndodhen mali me gropa si dhe fshati Selit.
Nga fshati i Peshlivat kemi udhëtuar nëpër një shteg malor i cili kalon nëpërmes malit të Bjeshit deri në lartësitë maksimale të tij. Dhe ja ku ndodhemi në shpellën e mirë. Lorenz, sikur e bisetuam më poshtë, kemi marrëm rrugën drejt malit të Bjeshit dhe afër majës së këtij mali është shpella e mirë, që i thonë. Natyrisht rruga është pak malore, por e kalueshme për njerëzit. Dhe këtu kjo shpellë ka historinë e saj mira vjeçare, që ditën e Shëngjergjit njerëzit vinë parën dielli, duhet i zejtë shpella për të pasur mirësi e begati në familjet e tyre. Në të njëjtën kohë, në qendër të shpellës është një burim ujë dhe njerëzit vinin edhe për të kuruar, merrnin ujë nga ky burim dhe i dërgonin të smurëve. Nga ana tjetër lejnë edhe rroba e gjëra me qëllim që të shërbejnë, që kur t'i veshin të smurët, domthon ka marrë frymën e shenjtë për shërim. Është një shpellë mira vjeçare dhe natyrisht të gjitha shpellat horizontale janë bërë të shenjta sepse njerëzit kanë jetuar në këtë shpellë. Sepse njeriu i lashtë ishte pa banesë dhe ishte i sulmuar nga kafshët e egër, nga fiset e ndryshme, nga kushtet e natyrës. Kështu që vendosi që të sistemohen nëpër shpella. Natyrisht kjo është një shpellë shumë e vjetër dhe malësia e Tiranës sipas të dhënave arkeologjike dhe historike është e banuar që në kohën e Paleolitit. Të lartë, që në procesin e antropogjenezës korrespondon me njeriu e Kromanjonit dhe llogaritet rreth 40.000 vjet përpara dhe me njeriu e Kromanjonit merr fund procesi antropogjenezës për t'ia lënë vendit Homo sapiensit dhe masnej fillon diferencimi i racave njerëzore. Natyrisht malësia e Tiranës ka historinë e vet, sepse vitet kalonin, shekujt e mira vjeçarës kaloi dhe në periudhën e Neolitit që i korrespondon dhe 7.000-8.000 vjet përpara, njerëzit filluan që të ndërtojnë banesën e tyre të thjeshtë dhe vinin e kujtonin banesën e vjetër. Edhe kështu brez mas brezi e shekull mas shekull, këto shpellë pak a shumë të gjitha shpellët horizontale që janë të banueshme janë të shenjta. Tirana, shekujt e 1000 vjeçare do bënin punën e tyre dhe do filloj të diferencimi i racave njerëzore, krijimi i shoqërive dhe ne kemi qytetërimeve të lashta, që ne përfaqësohemi me qytetërimin Pellazgo Ilir dhe Tirana përfaqësohet me qytetin Ilir të Dorëzit, që është i shekullit 4 para erës sonë, për të vazhduar mbastaj me sistemin e kalave, që këtu ke shkalla e Tujonit, është kalaja e Tujonit, është e shekullit 6 para erës sonë, që ka lidhje me kalan e Priskës, edhe ajo është e shekullit 6, bile aty përpunoheshin edhe metale, qeramik, dhe kalaja e Priskës që është në rrës të Dajtit, që është Tirkan, është në lartësinë 1200 metra mbi nivelin e detit, dhe mendohet se është edhe një ndër versionet e emrit Tiranës. Nga kalaja Tirkan është eliminuar K dhe ka dalë Tiran. Kjo është në varg malin e Dajt Krujnë, malin e Bjeshit, pak pa arritur në malsin, në majën e malit, që është rreth 1300 metra, është mali i Bjeshit. Gjatësia e saj është 127 metra dhe gjerësia vio sipas segmenteve nga 10 deri në 15 metra gjerësi. Në qendër të shpellës pikon një burim ujë dhe pikërisht nga ky ujë është ajo që diskutuam, që tham që njerëzit marrin nga ky ujë për të shëruar sëmundje të ndryshme. Po bredull ke mani, e ma jep hutën po i tha një zani, Isuf pula po bredysja bani, jash krepashës po ke gjamadani, kështu pro pushka po bre ko filluë, i zil bruzi bre
Të nderuar televizionistë, ndërsa këtu ndodhemi në një nga majat e malit të Bjeshit. Pas nesh është mali i Dajtit, në jug është kryeqyteti Tirana dhe në të djathtën time ndodhet zona e Bendës. Këtu neve jemi afër majës së malit të Bjeshit, cili është 1300 metra. Pra që ndodhet në këtë krah. Ne jemi në lartësinë 1250 metra mbi nivelin e detit dhe këtu shpaloset komplet pamja shumë e bukur e Benës, që nga qafshtama e deri në majën e malit me Gropa, përballë duket kryeqyteti Tirana, që sot është edhe një ditë e bukur dhe Tirana është hera parë që e shoh pa tyme, pa kështu. Dhe si që thamë që Benda përbëhet nga 13 fshatra dhe në rrugën e vetë të historisë ka lënë gjurmët e saj në histori. Përmendëm familjen Skura dhe unë do të vazhdoj me këtë familje, pasi ka qenë nga familjet më të rëndësishme të zonës së Benës, dhe u këtu desha të citoj një studim të profesor Plum Gjufit. Po? Mund ta citoni, po? Po. Profesor Plum Gjufi thot, kemi bërë përpjekje për të vërtetuar se bërthamën e principatit të Arbërit në shekullin e 12-13 e përbënte pikërisht krahinë e Bendës. Po aty kemi hedhur tezën se sipas së cilës prindrit e Arbërit, Progoni dhe bitet e tij, Dimitri dhe Gjini, i përkasin familje të mirënjohur Skura, nga ajo trev. Plum Gjufi, studime historike, 2010, faqe 16. Kjo është një dhënë historike shumë e rëndësishme për këtë zonë. Të njëjtën gjë, pak a shumë përmend edhe profesori Kristo Frashri, në volumin e 2 Historia e Tiranës, pak a shumë janë të njëjtat të dhëna. Dhe dua të them se Bena përmendet edhe nga një studius kroat, Milan Suflaj, në veprën e tij Serbët dhe Shqiptarët, përmend sufraganin e Bendës. Kjo është një dhënë e vitit 1363, dhe ai thotë se sufragani i Bendës varet nga kishe e Shën Gjon Pakzorit, që gjendet në Mojësit, dhe në varësit kësaj kishe janë 17 famulli. Tregon për një periudhë që këto zona kanë qenë të besimit katolik, apo jo? Natyrisht. Të gjitha zonat në ato kohra kanë qenë besimit katolik. Dhe këtu ka filluar mas vitit 1400, 460 bile, mas vitit 1400 ka filluar procesi islamizimit, dhe mund të them se është nga zonat që është islamizuar më vonë. Gjithashtu, kjo zonë gjatë historisë kanë nxjerrë dhe figurat e saj, të cilët nuk ju kanë nënshtruar si zonë ka qenë në sundimin e quhesh si viset e Skënderbeut, dhe nuk ju kanë nënshtruar pushtimit turk dhe asnjë pushtim tjetër. Këtu në këtë zonë janë bërë luftime të ashpra dhe kanë ngelur të vrarë, për shembull në Selit Malit në vitin 1852 është vrarë kryeregjistruesi turk Haxhi Aliu nga Velialla. Dhe pasi në këto vite Turqia kishte mungesë në ushtar dhe kërkoi të regjistrimin e fëmijëve që ndjep. Për t'i çuar në nizam më vonë. Për t'i çuar ushtar nizam më vonë, dhe kështu që fshati Selit vendosi që nuk do t'i hapin ndjepet. Ai kryeregjistruesi nuk pranoi dhe i koncidoi ndjepja e parë Veliallës, dhe ai nxorri Altin Bishtolli, thoshin atko, dhe e vrau. Dhe kënga thot, Velialla burri zi, nxjerr Bishtollën nën xhuli, fort pomadet kujt i bi, Haxhi Aliut bri e mbri. Kënga mos ne vazhdon për treguar që djepet nuk hapen janë. Këtë bidat nuk e ban Selita, me i zhveshmit janë djema qika.
këtë bidat nuk e man veni, i madhe i vogël njësh nderi. Zonat kanë qenë dhe të lidhura shumë bashkë. Benda Tomadheje, që është një krahin tjetër e Tiranës, dhe Qermenika, flitet për një betejë të bërë në vitin 1902, edhe kënga thot, tre krahina me bajrak kanë rrethu dy bimbash. Dy bimbash, dy bajraktar ishin turq e zullumqar. E ka plot ngjarje historike. Sa një tjetër figure patriotike zonës që doshit në tregonit? Zona jonë ka pasur edhe figura të cilat kanë qenë figura patriotike, ka dhënë edhe kontributin e tyre në lartësimin e vlerave të krahinës Bendës. Për shembull, përmend Islam Tufa nga Selita e Malit, ka qenë deputet në asamblen e Ataturkut, në asamblen popullore të Ataturkut, dhe ka qenë zëvendës ministri i financave që në portën e lartë. Në portën e lartë të Turqi. Një tjetër figurë e madhe e zonës së Bendës, të cilit profesor Kristof Frashi tek Historia e Tiranës i kushtoi një kapitull të veçantë. Ky ka qenë bejtegji mjaft i dëgjuar, që sot vjershat e tij janë futur dhe në tekstet shkollore dhe janë të njohura, gjithandaj ka shkruar, ka rreth 200 strofta. Po. Zenel Bastari i takon vitit 1765-1820. Po. Dhe u duhet citoj disa nga këto strofa. Po. Disa nga këto strofa. Botën kam zgjedh për shtëpi, tokën e ftohtë e kam nan. Qielli mu ka bo qati, vllazën e motra gjithë dynjan. Sa është numri intelektualve që kanë nxjerrë zona e Bendës, ose në veçanti fshatat të tjera të kësaj zone? Kuadrat të larta të kësaj zone janë të shumtë. Po. Për shembull, unë nuk e di me thënë drejt numrin e përgjithshëm të kuadrave të larta, mjafton të përmend që Selita, po, vetëm fshati Selit ka 168 individ që kanë mbaruar shkollën e lartë. Kanë nxjerrë 3 akademi. Po. Sejt Mancaku është nga fshati Shupal, Beqir Meta, dekani i Akademisë Ushtarake Agim Sula, që për fat keq këtë vit ka humbur jetën si pasojë e Covidit. Gjithashtu ka janë 25 kuadër të lartë mjekësor. Vetëm fushën e mjekësisë në zonën e Bendës, dhe unë dua të përmend këtu doktorin në shkencë Reshat Koçi, i cili ka qenë dhe drejtori i qendrës spitalore universitare në Tereza. Unë duke qenë se merresha me studimin e pasurisë e trashëgimisë popullore në fushën e mjekësisë, më ka takuar që të shpletoj shumë tekste, dhe në të tekste, përveç të tjerave, të kishte dhe materiale të tjera që mund të tërhiqin vëmendjen, dhe arrita që në vitin 1990 bëra një shkrim historik për krahinën e Bendës. Me që më jepet rasti, dua të falenderoj Ibrahim Kabilin dhe Hysen, të cilit kanë shkruar librin Benda në rrjedhën e historisë, si dhe Medi Hoxhën, i cili ka shkruar, dërguar për botim ka bërë një studim të veçantë vetëm për fshatin Selit. Po. Zotë Azem, padyshim që kjo ishte pika kulmore e emisionit Gjurmët, që ju na shoqëruat në për disa zona të Bendës, por si mbani ju lidhjet me Bendën? Jeni me origjinë nga Selita. Pra mbani lidhjet vazhdueshme me banorët? Selita është fshat që është pjesë e Bendës. Po. Po në përgjithësi mbani lidhjet me banorët e Bendës? Tjetër që i mbaj lidhjet, unë kam bërë dhe në një fshat tjetër, këtu kam bërë një shtëpi në Besh dhe vip 3-4 herë në javë, dhe doj t'i bësha një thirrje brezit ri, që duhet t'jen krenar që jenë në një zonë si Benda, e cila
ka bukuritë e saj fantastike dhe tash me ndërtimin e rrugës Sabrit do të marrin një zhvillim të papar. Pra, të jenë krenar që janë nga kjo zonë dhe të punojnë për këtë zonë për ta lartësuar akoma më shumë. Ju faleminderit juve për intervistën, sepse e kisha në memorien time e kisha që dësha me fol disa llafe për këtë zonë. Natyrisht nuk arrijën të thuhen të gjitha, por them se diçka kemi thënë që bena të lartësohet aty ku e meriton. Po, zoti Azem, dhe unë të falenderoj sinqerisht për zemërsisht që u bëre personazhi kryesor në emisionin Gjurmët, të tregoni, të cekim disa aspekte historike, gjeografike, kulturore të zonës së Bendës. Faleminderit shumë. Ju faleminderit ju. Këtu i ka ardhur fundi emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se folëm për Bendën, zonë e cila ndodhet pas vargmalit të Dajt Kruj. Nëpërmjet të rrëfimit që dha për ne zoti Azem Nela, bir i kësaj zone. Nga mali i Bjeshit që i takon vargmalit të Dajt Kruj, nga unë Lorenz Sheu, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet të tjera.